Partitë politike në Garë për zgjedhjet lokale të 19 tetorit kanë kohë edhe vetëm 16 ditë për të takuar qytetarët dhe për të bindur ata të japin votën. Në këtë garë që ngjan më shumë një provë gjenerale për zgjedhjet e përgjithshme në vend, po për të mbi 20 subjekte politike, një tentativë për të marrë pjesë jashtëmi në këtë zhvillim elektoral e bën edhe vetëvendosja Albin Kurtit. Pikërisht për këtë ka folur në TikTok Bekim Adili, i cili tha: Në zgjedhjet parlamentare, ndikimi i vetëvendosjes dhe i zotit Kurti padyshim ka qenë më i madh, mos të them përcaktues në konsolidimin e asaj që u quajt atëherë koalicioni Vlen. Por aktualisht, përderisa ballafaqimet e tij janë shumë të mëdha, të forta rreth çështjes së Kosovës, e cila ka ngel pa institucionet bazike, them se kësaj radhe ndikimi i tij mund të jetë më i zbet, gjithsesi padyshim nuk mund të mos ta marrim në konsiderat. Më tej ai foli dhe për fjalimin e Ali Ahmetit në hapjen e fushatës. Unë si thosh në atë qasjen e parë, realisht jo vetëm unë, por shumë shqiptar nuk ishim mësuar që të ndëgjohëm nga Ali Ahmeti të artikulon si thua qëndrime të kësaj natyre që përmbajnë atë dozën e përbuzjes apo fyrjes ndaj kundërshtarëve. Kjo nuk ka ekzistuar më përpara dhe ishte hera e parë që artikuloheshte një qëndrim i kësaj natyre nga Ali Ahmeti. Por atë çfarë ai ka sqaruar, pastaj si thua është zbardhur kjo lloj deklarate në kuptim të një arsyetimi të një natyre tjetër. Pra ka qenë një mesazh i koduar dhe për Mickovskin dhe për faktorin ndërkombëtar.